Duke nisur nga muaji maj, muzet do të funksionojnë me 2 fasha orare dhe do të qëndrojnë të hapur edhe gjatë fundjavës, të shtunën dhe të dielën. Përgjegjësi i muzeve dhe historiani Skënder Spaiu konfirmon se ky ndryshim vjen në kuadër të sezonit turistik. Ai shprehet se muzet do të qëndrojnë të hapur edhe përtej orarit të përcaktuar në rast se ka vizitor, ndërsa thekson se zgjatja e orarit është ndikuar edhe nga rritja e numrit të vizitorëve të regjistruar. Po, muzeu po bën gati që në fillim i muajit, gati 3 javë që ka filluar me 2 fasha orare. Muzeet janë të hapur të shtunave të dielave, nuk kanë asnjë ditë pushim dhe mbas ditëve mbas orës 17 deri në orën 19 dhe më mbrapa, nëse ka vizitor, atë muzeet janë të hapur, presin dhe përcjellin vizitor. Ne kemi një rritje të numrit të vizitorëve në kryesisht të vendeve të Evropës, Evropës lindore, Evropës perëndimore dhe vendeve të ndryshme nga kontinentet të tjera, sidomos nga Amerika Latine apo nga Azia juglindore, të cilët janë bërë pjesë e vizitave të muzeut, ku shohin atë element të historisë, të zhvillimit tonë social-ekonomik dhe mëtej politik, të hapave që kanë hedhur shoqëria shqiptare në këtë rrugë deri në këtë që ne jemi sot. Këto fasha orare se Spaiu deri në çfarë periudhë do të qenë? Spaiu konfirmon se këto fasha orare do të jenë në fuqi deri në datë 15 shtator. Ai shton se edhe në periudhat e tjera të vitit është punuar me orare të përshtatura për të ardhur në ndihmë vizitorëve. Sipas Spaiut, pjesa më e madhe e vizitorëve janë të huaj, ndërsa interesi i tyre mbetet i përqendruar te mënyra e jetesës së banorëve ndër vite, si dhe te veshjet karakteristike tradicionale. Deri në 15 shtator, deri në javën e dytë të muajit shtator, të mbyllet ta shojë sezon turistik, por neve nuk e kemi atë ndarjen sezon turistik apo me orar me 2 fasha vetëm në verë, por edhe në gjatë muajve të tjerë të vitit, ne kemi një turizëm dhe një orar gjithvjetor për të pritur dhe për të përcjellë vizitorë që vizitojnë Vlorën dhe jo Mëngjerë. Rëndësishmja të huajve është të njohin kush kemi qenë, të njohin se si kemi kaluar ato etapat historike, njohin historinë tonë gjatë viteve mbas luftës së dytë botërore deri në vitet 90. Ndryshimet e mëdha që ka pasur vendi ynë mbas viteve 90 deri në ditët e sotme, nga një vend që njerëzit largoheshin, emigronin, ne presim emigrant. Kemi ato elementë të traditës tonë, të hershmërisë tonë, të mënyrës së jetesës, të veshjeve karakteristike tona popullore, të gjithë krajinave etnokulturore të Vlorës, apo dhe Mëngjerë, nëpërmjet elementeve që ka Muzeu Etnografik i qytetit të Vlorës, që e dëshmojnë për një zhvillim me hapa të shpejtë të vendit tonë, por dhe të mënyrës sonë të jetesës dhe ndryshimeve që ka pasur zhvillimi ekonomik në jetën tonë sociale. Sezoni turistik dhe këtë vit pritet të shënojë rritje të numrit të turistëve që vizitojnë muzet, duke sjellë si pasojë ndryshimin e fashave orare dhe funksionimin e tyre edhe gjatë ditëve të fundjavës.